Pas vërshimeve të lumeve Seman dhe Vjos kohët e fundit, tonelata me mbetje urbane dhe inerte pushtuan zonat bregdetare në Fier, duke detyruar autoritetet vendore të nisin një aksion të gjerë për pastrimin dhe grumbullimin e tyre. Në krye të këtij aksioni është Armando Subashi, kryetari i Bashkisë së Fierit. Kemi bërë një plan masash për pastrimin e gjithë bregdetit. Siç e shikoni, përgjithsisht ka ndotje, le të themi, nga mbetjet urbane, nga plera, kryesisht plastik dhe qelq, por shumica e ndotjeve janë lëndë drusore. Duke pas parasysh këtë lloj ndotje, kemi organizuar punën edhe në 2 faza. Fillimisht do të bëjmë mbledhjen duke i qëmtuar me dorë për gjithë mbetjet urbane, pra plastikën dhe qelqin, dhe pastaj me mjetet më të rënda që kemi sjell kamionat skrepa, do të vazhdojmë me gjithë pastrimin e mbetjeve drusore që kanë sjell lumejt. Tonelata të tëra mbetje plastike, inerte dhe materialet e tjera, të cilat janë transportuar gjatë rrjedhës së lumejve, duke përfunduar në detin Adriatik, në Darzez dhe Seman, do të pastrohen. Aksioni pritet të zgjasë 2 javë, ku përveç punonjësve do të përdoren edhe mjetet e rënda, skrep dhe ekskavator.